e lusim Allahu xhalla xhelalu fuqi plot që prej gjithë muslimanëve anë kanë të botës edhe që prej xhamatit ton namazin e xumës kabul ta bani rabbul alamin. Ne sot do t'i kthehemi sërish asaj bisede, asaj teme të cilën e patëm bën një xumë para Kurban Bayramit në lidhje me frigën e muslimanit Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanuhu. Patëm premtu që kjo temë do të vazhdon e na kalum në ditat e mëdhaja, në ditat e Kurban Bayramit, kalum me kurbanin Allahu xhalla xhelaluhu kabul e boft, na kalum me ditat e pritjes së musafirëve të Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanuhu, musafirëve të Qabës, musafirëve të shtëpisë së shenjtë, musafirëve të mëshiruesit të përgjithshëm haxhive, edhe lutëm Allahun me sinqeritet që prej ative haxhin, umrën, kurbanin, rajën e shejtanit, nejën në Muzdalifa, prerën e kurbanit ative, sajën në Safa dhe Marwa, gjitha punët, vizitën e ative Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, gjitha punët që i kanë bërë Allahu xhalla xhelaluhu prapë po themi kabul ja pas bëj inshallah. Të nderuar xhamat, me atë që do të kapemi sot me disa ajete shumë të shkurta në Kur'anin e Kerim me përmbajtjen e vet madhështore, e lutim Allahun xhalla xhelaluhu para se të themi atë që për ta thënë kemi vendos që prej çdo harfi sot që do të lexohen ajetet dhe do të komentohen prej çdo harfi me edhe xhamati jon inshallah ka 10 sevape i kanë. Ka thënë Rasulullah alayhi salatu wasalam se i cili harf i cili lexohet në Kur'anin e Kerim tekstualisht edhe shpjegohet ka 10 sevape i ka ai që lexon edhe ai që ndëgjon ata. Ka thonë ولا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف واللام حرف والميم حرف. Ka thonë nuk po them se alif lam mim është një harf, aty janë 3 harfe, elifi pra i ka 10 sevape, lami 10 e mimi 10. A tham alif lam mim do të thonë ka 10 sevape, i kemi shkruar në regjistrin e të mirave tona i gjeshmi ditën e gjykimit kur mas tepër më na duan inshallah taala. Për t'ju frikua Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanuhu. Nëse nuk jemi në rjedha të fjalive që kemi folë në dersin kur e kemi hapë këtë temë xhamatin nderuar, prej definicioneve të frigës që kemi ceka dit, ishte një definicion të cilën do të riportrim sot për ta ditë ku jemi. Në tham atë ditë që folëm shumë gjana rreth frigës robit Allahu xhalla xhelaluhu. Disa gjana që i tham po i cekit i rikthehemi edhe një herë freskohemi ta dim ku jemi. Ka thonë Hazreti Alia kur është pyet se si tutemi Allahu xhalla xhelalu tha duhet me i bë disa punë. Njënja prej ative punëve është el khawfu min al jalil, Allahu me u frigu fuqi plot. Wal rida bil qalil, me qenë i kënaqur me atë që e ke edhe në kohë pak, wal isti'dadu li yawm ar rahil, me ju përgatit ditës së udhëtimit më të gjon. Nëse këto më të gat, nëse këto i ban pra je prej ative që Allahu ti tutesh. Ki ishte një definicion i ligjëratës kaluar kur kemi folë për frigën. A i tjetëri i cili sot ma shumë për më intereson, ishte edhe pak ma i komplikum për xhamatin për ta majtë men, po kur ta riportrim tash xhamatit që më teket. Qka do me thonë me jutut jo Allahut edhe me jutut Allahu xhalla xhelaluhu. Ka dallim shumë të madh kur frigohem unë prej teje e ti prej meje, e të ditë i frigohemi Allahut. Ka thonë, kur ti frigohemi Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanuhu, do të thotë الخوف من الناس هو الهروب من الناس والخوف من الله هو الهروب إليه. Me jutut njeriut do me thonë me ik prej ati, me jutut Allahu xhalla xhelaluhu do me thonë me uafru kaj. Kja është dallimi mes njënës frikë edhe frikës tjetër. Me jutut kafshave tegra do me thonë me ik prej ative, me ju frigu Allahu xhalla xhelaluhu do të thotë me shku kaj. Nëse i frigosh Allahut edhe ik prej ati, e ke konsideru jo Zot. Faktikisht friga jote nuk është legjitime se jetu ju frigu Allahu xhalla xhelaluhu. Si ti frigosh Allahut ka Allahu dush më afru. Kjo është definicioni i frigës muslimanit Allahu xhalla xhelaluhu prej ligjëratës që kemi kalu para Bajramit. Sot inshallah do të fillojmë pak në shpika shumë të shkurta me ajetin numër 1 në suratul Waqi'a në juzin 27 në Kur'anin e Kerim. Allahu xhalla xhelaluhu ka thonë idha waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba
khafidatun rafi'a wa idha rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fa kanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalath. Të nderuar, frika Allahu xhelle ose në realitet frika në Allahu xhelle xhelaluhu është gjë përfshise në Islam. Nuk kush i tutët diçkait në emrin e Allahut edhe diçkait nuk i tutët, nuk është musliman rregull. Besimi i atij duhet përmirësohet. Frika në Allahun prej gjanave që përfshin është prej ative më me rëndësi përfshirja e frikës tone para ditës fundit në këtë botë. Para di kiameteve pas kanë thonë i voglja kur disësh se legjitim, jo fjalë populli që e flet populli kur dese gruaja kana kiamet, kur dese gruaja mërzi. Kur dese gruaja është një fatkeqësi e kësaj bote e cila ka prek edhe të ka hudhë në probleme dhe ma thellë se shka ke qenë, me ta ke qenë problem pa ta ke batise dhe ma thellë, po s'ka ma shumë shka me diskutu. Ibn Abbasin e kanë vetë, Ibn Abbas meta saa, kur është dita e kiametit, tha, idha mut faqad qamet is-saa, a ditë shka disësh ti për ti është bomo. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e dita është atë që e prezenton Allahu në këtë surë dhe në shumë surë qera. Pjesa e dita është ajo që Allahu në këtë ajet e prezenton që ke duhet frigosh për asaj, ti ke shë frigën asaj dite se ti je edhe unë njeni që do të kalojmë ati pare. Tha, idha waqa'atil waqi'a, ndodhia me modhe cila parashiret me emnin e Allahu xhelle xhelalu, një ditë të caktuar kur aje ka caktuar dhe vetëm aje din, tha Allahu do të ndodh o njerëz. O njerëzi, ajo do të ndodh. Lejse li waqa'atiha kadhiba, po e futim thellë në shartët, në kushtet e besimit të kësaj fe, se ajo do të ndodh, tha Allahu xhelle xhelalu dhe rren nuk ka. Lejse li waqa'atiha kadhiba, as nuk do të afrojmë, as nuk do të largojmë prej atij momenti që kemi caktu. Ilmuha inda rabbi fi kitab, fa dita e caktuar është Allahu xhelle xhelalu se kur ajo do të ndodh. Lejse li waqa'atiha kadhiba, që do të bëhet edhe do të ndodh është pak më rëndësi edhe është çështje e një prej sharteve të besimit islam, një prej sharteve të imanit. Allahu xhelle xhelalu tha për juve o njerëz, kjo është me rëndësi me besu, po është me rëndësi me ditë një gjë e cila me ta do të ballafaqoni shumë ngusht ditën e kiametit e do t'ju ndodh. Do t'ju ndodh atë ditë. Tha, di cilësi të kësaj dite, di sifatet mëdhoja të kësaj dite. O Allahi jon, njonin prej këtij sifati banet mundur që t'na ka lënë neve ja Rabbel Alamin. Ka thonë khafidatun rafi'a, do t'jetë ngritse edhe do t'jetë ditë nënshmuese. Do t'jetë ditë ngritse edhe ditë nënshmuese. O Zot për neve muslimanve bane ditë ngritese. Bane ditë nënshmuese ato që këtë ditë nënshmuan. Kush do t'jetë i ngritur në këtë ditë edhe kush do t'jetë i nënshmuar. Para se gjithash duhet t'a dim këta. Fal makhfudine fit dunja min kibali dhalimin, rafi'ine fi dhalika l'jawm, wal aksu gajru sahih. Dhe ata që në këtë bot ishin të mposhtur nga dora zullumqarit, ata që në këtë bot e pa të mposht thana Allahu xhelle xhelaluhu me dëshirë apo me dhunë. Në realitet me dhunë kemi biseda qera, me dhunë nga vetë vetiu, ata që këtë din me gjitha pronat e veta, ata që këtë fe me gjitha elementet e veta, ata që këtë fe me gjitha librat e pejgamberët e tij, me gjitha Allahun, i patën poshtë dhe i patën hudh, normat e kësaj fe nuk do ishin me ditë për këta, edhe në këtë bot ishin të ngritur, në këtë bot ishin të mëdhaj, në këtë bot ishin sunduz të rruzullit, në këtë bot fjale atire u shqitte, në këtë bot ishin ata ministra, në këtë bot ishin ata vezira, në këtë bot ishin vuzara, në këtë bot ishin ata deputet, në këtë bot ishin ata njerëzin e parlamente, në këtë bot ishin ata sultana, në këtë bot ishin ata khulefa, edhe ishin umara të ndryshëm, në këtë bot ata ishin njerëz të pozitave, edhe Allahu xhelle xhelalu e kishin lënë mas shpine. Allahu xhelle xhelalu tha humul khafidun, humul makhfudun, tha këto do të jenë poshtë ditën e kiametit. Në atë ditë këto do të jenë ato më të vëxhëlit,
E kush do t'jenë të ngritur pra? Kush do t'jenë të mëdhaj? Të mëdhaj do t'jenë ata që të vërtetën e bajshin me vetin në çdo moment, edhe para të vërtetës nuk ju tranë të sini. Të mëdhaj do t'jenë ato të namazit, të mëdhaj do t'jenë ato të xhumas, të mëdhaj do t'jenë ato të Ramazanit, të mëdhaj do t'jenë ato që pasurinë e vet e futën në binarin e trenit islamit, edhe ja dhanë Allahu xhalla xhelaluhu ve xhalla shanu. Të mëdhaj do t'jenë ata që pasurisë vet i thanë: "O ti që kam unë në dorën teme, kam një hadis nga të veti të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, shumë shkurt, i përbarë prej di fjalëve, është mirë, është shkollë, është universitet, është studim postdiplomik, është doktoratur, është akademi për njerëzit që duhen më morë me shkenca." Tha: "Idha jaa al-jaru fal-malu laysa bimal." Tha: "Si të ketë raku i shia i unët në shtratin e vetë, pasuria gjithë njerëzijës më është pasuri." Këta tha Islami, këta tha feja jone dhe më askush nuk e tha në bot, as që din me thonë vela. Tha: "Idha bat el-jaru jai'an fal-malu laysa bimal." Tha: "Nëse fqiu i jotë bjen unë me fletë në shtratin e vetë, pasuria e kërkuj mos është pasuri. Në realitet, pasuria e gjithëve mos është pasuri. E çka është pra si pas Islamit? Pasuria e gjithë njerëzve në atë rast është bollok i hudhur i Allahu xhelle xhelaluhu si përfaqën e tokës. Është zjarr i hudhur në barkun e njerëzve që mendojnë se janë të hongër mjalt. Fa idha bat el-jaru ja'ian fal-malu laysa bimal. Këta tha Islami, këta s'din me thonë kushi. Islami a i cili për më të voglin është interesu mas shumë t'i tha, edhe nuk e tha kushiva që Islamit as nuk din me thonë. Kur aje zgati që ngelin e ndihmës që e lorët e Allahu xhelle xhelaluhu për të ngrit të voglin për të botë madhë, a i cili sot i vogl e nesër më i modhi për regullat e kësaj bote, tha: "Ad-daifu amirur rakbi." Gjematin dërshëm, musliman të ndëruar, o ju njerëz të gjumas, o ju antar të këti namazit madh, a ka një njeri i cili hip me një bin, edhe hip me një tribun shkencore, apo unet me një trijez prej trijezave ku diskuton meshkujt, edhe e pysemi, e pyet me kështu i thojmë: "Kush ju udhëheq karavanët në këtë botë?" Karavanët, kush ju udhëheq? Grupët. Kush ju udhëheq shkollat në këtë botë? Kush ju udhëheq parlamentet në këtë botë? Kush ju udhëheq shtetet në këtë botë? Kush ju udhëheq karavanet e njerëzisë në këtë botë? Me siguri se përgjigjet moderne janë të mençurt. Prej përgjigjeve moderne filozofët, prej përgjigjeve moderne bashkohore akademikët, prej përgjigjeve politikanët, prej përgjigjeve pasanikët, prej përgjigjeve përorët, prej përgjigjeve ushtarakët, prej përgjigjeve të urtit. Kejt këto janë të kota si pas Islamit. As një prej këtive sa shë vërtet. Ajo që e tha Islami ashtë vërtet. Nuk e tha kush as din me thonë, tha: "Ad-daifu amirur rakbi." I zaifti, i dobti ashtë udhëheq si karavanit në Islam. Ma i dobti, ma i pamundur ashtë zotria i udhëtimit. Për shkak se ne muslimanët udhëtimin e kejt njerëzijës duhet me adaptu ati që ashtë i pamundur. Sa hec a i duhet me hecëve ato që janë të shëndosh. Sa hec a i duhet me, sa hec invalidi, aq duhet me hec 1000 njerëz të shëndosh me ta. Këtë regull e ka vu kjo fe e dashur. Tha: "Dhaifu amirur rakbi." A i që ishte i nënshmuar në këtë botë sot, a i do t'jetë në esër i madh. Allahu xhelle xhelaluhu tha në Kurani Kerim suratul Waqi'a, në ajetin numër 3: "Khafidatun rafi'a." Ajo ditë do t'jetë ajo që këtë gjohë do t'a qetë në shesh. Kush shkeli me kam mbi të vërtetën do t'jetë imposhtër. Ai që me kamën e jo të vërtetës ka i shkelun, ai do t'jetë i madh nesër. Ai do t'jetë i ngritur nesër. Abu Jahli do t'jetë imposhtër nal, do t'jetë ibn Mesudi. Velidi do t'jetë i nënshmuar mirë ditën e Kiametit. Ubej ibn Ka'b do t'jetë shumë i ngritur. Abu Izzat ash-Sha'ir do t'jetë imposhtër deri në pikën e fundit. Hassan ibn Thabit do t'jetë i ngritur. Shok të këtive tre do t'jenë të mposhtër, shok të këtive treve do t'jetë të ngritur nesër.
Do të thot, do të ndodhe kundërta. Allahu xhalla xhelalu, Rasulullah alayhi salatu wasalam, të mfalni. Ai tha në hadithin, lam yajma'i Allahu al-khawfayn fi ad-dunya wala fi al-akhirah. Allahu xhalla xhelaluhu të na muslimanët di friga nuk të di bashkon asnjëherë. As diknarsi nuk do t'i bashkon. Në nënvizone xhamatin ndershëm. Në nënvizone. Allahu di friga edhe nuk do t'i bashkon të njëri prej neve, po as diknarsi nuk do t'i bashkon. Do të thot, nëse na ka frigua Allahu në këtë botë me diçka, do të na shliron nesër nga friga me diçka tjetër. E nëse Allahu xhalla xhelaluhu na ka kënaqur deri në pikën e fundit të themelit të kënaqësive të kësaj bote, shtone kujdesin me vetveten ditën e gjykimit, se llogaria do të jetë e trashëm. Llogaria do të jetë e trashëm. Idha waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba. A ditë kur do të ndodhë trishtimi më i madh i asaj dite, e ai trishtim edhe ajo ngjarje nuk ka rën për ta se ka me ardh, khafidatun rafi'a. Kur do të ndodhë kjo ditë, wa idha rujjatil ardu rajja. A ditë që toka do të dridhet nga gjitha këndët e saj. Wa bussatil jibalu bassa. A ditë që dhau i tokës do të shndrohet në lëng, edhe a ditë që materiali i kësaj toke do të shndrohet në zjarr, e do të kalojë në shpuz, e do të kalojë në leshin e lorën. A ditë që çdo planet do ta sulmon tjetrën, a ditë që hapësira, a ditë që galaktikat, a ditë që çka ka kriju Allahu veç vetës do të merr fund. Allahu tha, në këtë ditë wa kanatil jibalu kathiban mahila. Në këtë ditë vazhdon Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'anin e Kerim dhe thot, wa bussatil jibalu bassa fa kanat haba'an mumatha kuntum azwajan thalath. E në këtë moment do të jeni të ndarë në 3 grupe. Në këtë moment do të jeni të ndarë në 3 grupe. Wa ashabu shimal wa ashabu al-yamini. Ma ashabu al-yamin. Do të jenë në anën e gjatë, e do të jenë në anën e majtë, e do të jenë të mesëm. Wa ashabu al-yamin. Ma ashabu al-yamini. Wa ashabu al-shimali. Ma ashabu al-shimal. Thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Fa Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanuh, ditën e kiametit të mirët, muttaqint do të rrethonte rahmeti Allahu xhalla xhelaluhu wafda. A vetë fjala përfshin musafirin xhamatin ndershëm. Të mirët do të jenë ditën e kiametit musafir të Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanuh. ونحشر المتقين يوم القيامة إلى الرحمن وفدا. Do t'i afrojmë muttaqin të friguat, ato i që i platën Allahu dronë dhe frig, ditën e kiametit, në ditën e trishtimit më të madh, do t'jenë musafir të Allahu xhalla xhelaluhu. Më duket se Hazreti Umeri radiallahu ta'ala anhu, ai trimi i njerëzis, ai drejti, ai më i miri i këtij ummeti, ai që toka mos pasi ai, edhe nuk do të shaf nduket. Thanë, si do të kaloje çështja e vorrit, tha, për juve nuk e di vetëm për vete. Tha, jonja, i thanë, joja Amir el Mu'minin, përgjigjet do t'jenë shumë të ashpëra. Tha, prap për juve vazhdon jo për muë. Thanë, çka keti veç mas prej neve, pra, që për ti e nuk vazhdon. Tha, muë me lajket e Allahu xhalla xhelaluhu nuk guxojnë me mpyt të vorrat. Unë faktikisht do t'i pys ato. Tha, unë do t'i pys ato. I thanë, ka ke arrit deri këtu, e lexoj këta ajet në Kur'anin e Kerim se të mirët do të jenë miq të Allahu xhalla xhelaluhu, wa nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Ato të mirë thata Allahu xhalla xhelaluhu janë misafir, tha unë do të jem misafiri Allahu tatnat, a musafiri tha pyetët tha, çka po don e jo çka ke pru, tha mua do të më pyesin me lajket çka po don, tha unë kështu do t'i shkoj vorrit. Kështu do t'i shkoj Omeri vorrit. Kështu do t'i shkojnë vorrit ata që veprojnë si Omeri. Si do t'i shkojnë vorrit ata njerëz që jetojnë këtë botë me lloj langje e kanë qef me pija gjatë xhennetit. Si do t'i shkojnë Allahu xhalla xhelaluhu të ushqirt me haram. Si do t'i shkojnë Allahu xhalla xhelaluhu ato jot namazit. Si do t'i shkojnë Allahu xhalla xhelaluhu me nemdhajt athu. Si do t'i shkojnë Allahu xhalla xhelaluhu politikanët të cilët po mendojnë këtë botë
se nëse me mirëm imi politik e i prim popullit për disa devijime jemi të arsjetuar se jemi ngusht. Ja, për shembull, ka njëherë hoxhone se pipo kur po ulem tavolin me ta, po duhet për hatër popullit me ngrejt një gotë. Qatë hatër ti si tja qërish popullit, atë hatër popullit nuk ta dënë. Po të shokune se ti ke jetu se shfar populli ke, se me pas ti një qëtër popull, atë hatër nuk ka pranon. Faktikisht për që atë hatër nuk kemi nevoj, për atë hatër nuk kemi nevoj. Unë po të regoj diçka qëtër pra. Ajo që po ta të regoj unë është që i popull për të cilin ti me ndonë se duesh me pi një pik në tavolin me haramat, haramin me përdor, që i popull ditën e vorrit rinë këtu e ti shkon atje vetë. Në esër ti e për qafë prepin me kërë, në esër do është ata vend dikush një cop dinamitin helikopter, në esër do është ata shkabojnë një atentat edhe shkon të Allahu Gjelle Gjelalu. Kejta i popull ti që për ta një haram me bone, kejt kanë met në përshpijat veta, kejt kanë dërzun vorin tanë mu përgjigj vet. Ashtë me rëndësi se administrata e Allahu Gjelle Gjelalu nuk thot të vorat ani që këta lishone se ki për hatër të popullit, ki kërëpike këta e pat pas patriotizm. Ishte patrioti denja dhe ki nuk lishon të pe, po kur i hipshin mërzijat e popullit dhe mërzijat e patriotizmit për shlirimin e popullit nga kangjat e traltarve o traltarit, ki zdim të shka me bo edhe e ngren të një gotë. E ngren të atë gotën se thështë kjo i haron mërzijat. Kjo e haron këtë mërzi, gjo nërmale budalë s'kan as një mërzi. Ato janë ma të knaqët, kur të bosh budalë s'mërzit është për kur gjomo. Normal se kur të pijesh edhe të bosh dras nuk e din shka ke urfuni. Normal se kur të bosh dras nuk e din kush ato shkel mbi teje. A shumë normal. Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanu na ka porosit qartë. Na ka porosit qartë, ka thonë nuk do t'jeni të arsjetuar fare. Nuk do t'jeni të arsjetuar fare. Në haram nuk do t'ja arsjetoj. Tha dit që ato, njerëzit të cilët vepruan kështu, edhe dashtëm në përmet këtive të këshijave të bëhen të maj, ditën e nënshmimit dhe t'jen të nënshmuar, edhe ditën e çmimit dhe t'jen të çmuar ata që merituen çmimin, e dhe të nënshmuar ata që merituen nënshmimin. Në Kurani Kerim, Allahu Gjelle Gjelalu thot, Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka men tasha, ti jep sundim ku i dush. Vetë vetës i ka thonë me formën së kur ti kur flet, do të thot unë ja jap sundimin edhe parin ati që të du. Tu'til mulka men tasha wa tanzi'u al-mulka mimmen tasha, tha ja marr sundimin ati që e ka ndorë, ja jap ati që se ka. Ati që sot mendon se kur nuk do të vjen në pozit, tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, unë nëse du e ngrejnë pozit, pa i ka ngrejnë unë. A i që sot është në pozit, ata tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, unë e uli se her të du nga pozita, ama ju duni mi plëcu disa kushte. Ju duni mi plëcu disa kushte. Ju duni me afru të unë disa pun të cilët unë do t'i konsideroj merit. Pra qka du qka e në të pun. Ju jeni ata që pa tjetër e keni obligim të registroni në listën e robëve të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Bane këta. Registroni në librin e të devoqmive. Po ju ka keni nisë mu registru? Në cëllët libra keni nisë ju mu registru? Në librin e mërzive. Në librin e mërzive. Unë nënshkrua filonin në librin e dhajit. Unë nënshkrua filonin në librin e shregullimit. Qetri boni lutje o zot cukur shmadhave mendën mërma. Njoni u luti me një bin, tha o zot, ashtu si që ma ke dhonë menshurien, jap ma qmendurien, mërë mi mend, që dita njërëzit që nuk i thanë amin. Kështu pra, në këtë libra që jeni registru, në këtë libra dhe dilni nesër, registroni në librin e devotshmërisë, registroni në librin e frigatësakëve të cilët Allahut ju frigun. Ju frigun Allahu Gjelle Gjelalu, por me frigën e ative ndaj Allahut legjitim, fituan atë dit edhe fituan nesër. Një shembull për këta. Musa a.s. pejgamberit Allahu Gjelle Gjelaluhu, të cilit Zoti i fali diturin. I fali Musës Allahu Gjelle Gjelaluhu veç dituris mrekullit të veçanta. Qfar mrekulli i fali ati? A e nxerri dorën nga krahnori ati para Firaunit edhe i banin bi Firaunin edhe ushtrien e Firaunit drit ma shumë se djeli. Hadhihi ajetun ukhra, tha vetë shkopit ja Musa ke këtë mugjize për lufto me anë mikun tanë.
me kejt këtë mrekulli që ja dha Allahu xhalla xhelaluhu veç kopin. Drita i bëni ati diell ma shumë se dora i bëni diell ma shumë, dritë ma shumë se dielli. Shkopin ja dha Allahu xhalla xhelaluhu mucize, mrekulli të veçantë me të cilin ai tregoi se mbi sundon me Allahu xhalla xhelaluhu së bashku në këtë tokë mbi Firaunin edhe ushtritë e tij. Me gjithë këtë barabar i tha Allahut innani akhafu innana nakhafu an yafruta alejna au an yatgha. Tha o Zot, po kam frikë që Firauni mos pash me ne edhe me mua edhe me vllaun tim Harunin i tepruar. Mos pash i tepruar. E pranoi Musa se në këtë botë prej dikuj ashe mundur me utut. Mirë po këtë frikë që e prezentoj ai, kuj ja prezentoj? Ja prezentoj Allahu xhalla xhelaluhu ve xhalla shanu. Ai tha o Allah jem, innena nakhaf, unë edhe vau jem kemi frikë se Firauni me ushtritë e tij po na hip sipër edhe po ashi tepruar në zullumin e vet. Ku ju ankuaj? Ku e drejtoj ai lutjen? E drejtoj te Allahu xhalla xhelaluhu. Prej kuj ke frikë ti sot? Ki frikë prej Firaunit tën, li kulli ummatin Firaun, tha Rasulullah alayhi salatu wasalam, çdo ummet e ka Firaunin e vet. O Firauni Abu Jahl, tha Firauni jam as Abu Jahli edhe shokët e tij deri ditën e Kiametit. Un po të shoh se po tutesh prej Firaunit tan, po kuj po janë kohësh kur po tutesh prej atij? Mu këtu e ke problemin vëllai jam i dashur. Që po tutesh prej Firaunit, tutu se Musa pejgamberi Allahut ka pas frikë. Po ai ja tregoi Allahut frikën. Ai e lajmëroi te Allahu xhalla xhelalu frikën e tij. Ti po thu po frigohem prej Firaunit tan, po vetëm po thu po frigohem kur kun s'bë drejton. Kur kun nuk po legjitimosh, kur kun nuk po thirrësh. Jo, po e bojmë, po ti orës për asha neve, na po thojmë Allah i jonë, ti je i madhë. Na po thojmë Allah, Allah, na po thojmë me dash Zoti. Me dash Zoti, na po thojmë, zdi Allahu filonit e filonit me t'ja bojë, me t'ja bojë, me t'ja bojë. Do me thonë shirk, na po thojmë Allah i jonë me pas kuvet më konë, shirk. Na po thojmë, hoxho, e masi ash Allah i jonë, pra edhe masi po egzistoj ka, që shpe e prezentoni ju edhe na po e besojmë edhe për ta po falemi, e pse filoni s'pe ja thana i pra qafën? Po pse bash qafën me ja thia, s'ka shka mi thi që dhe sena? Dhe me qafën si që ja thaj u bitisa, ka shka mi thi plot. A i thanë Kurani Kerim, unë ja thaj qafën filonit që ti ke dëshirë qafa me ju thi. Thanë Kurani Kerim, po ti dush me jasel me dorë, kështu tha. Ti dush me jasel kokën me dorë, e të në ati i thajt qafa. Atë që to o gjë mës në prekë, se dorën e kemi në gjatë felterin brill, ku e di kur e nëzërin. E kemi provu një arë nëzërëm 1 centimetr të nga, e futëm të poshtë prapë, që është i bashkë holë, si dush me të kalëzu, hala ma holë, të e trus të poshtë në gjepë, e kemi shkosh gjepit. Apo gjepi felter të kontë. Apo gjepi felter të kontë. Edhe është interesant, si të shkoqët gjepi, e të hi e dora në gjepë, ajo vrime o starit është me vogël se dora, kur të nëzërësh me gjithë star del pi gjepit. Ashtu është regull, me gjithë starin e gjepit del të jashtë. Kjo është një problem prej problemeve të kësaj bote. Dhe me thonë vano është e nëzërë dorën, a qertë se kanë fut fare në gjepë. Inderuar i gjemot, o jurini e dashur. Janë ko është e jetu frigu. Allahu Gjelle Gjelalu. E kur të ndëgjon ai se ti të aj e drejtu, pra, qka i tha Musës aj? Për kundër vlerë të lutjes Musës, qka i tha Allahu Gjelle Gjelalu? Ja Musa, o ti dashur me vllaun tanë, fa inneni ma'akuma asma'u wa ara, fa hatë, se unë jam me ti dhe vllauin tanë, të dive jam të ju për cilë. A ke meritu këtë? Urdhno dhe propër këta, fa inneni ma'akuma asma'u wa ara, fa unë jam në mbikëshiri në sipër mbiteje dhe vllaun tanë. Heste para, ka ke mbikëshirës, për isat, për hirë të Allahu Gjelle Gjelaluhu, ka ke mbikëshirës. Unë e di, pej këto njerëzit tonë Amerikanve ju tutën, pej këto pinë dhomë, të hongër bungë, cilë bajramit i tutën Amerikanve, ditën e bajramit pre Amerikanve tutën, asillën e bajramit e ha, baklava ha, sytliasha të hongër, ta në atë mirat në sofër, lëjt mirash tutët për Amerikanve pi këto. Se, a kish një balon e $153 miliard, kish kushtu një balon e kishtë të tamam. Qka kish Allahu Gjelle Gjelaluhu, farës dënë me diskutu me la. Abraha ibn al-Ashram, al-Jemeni, mrati Jemenas, i cili ishte në mrat i sundimit etiopian, në kohën, në vitin 571,
erë me prish qabën, histori e njërë të muslimanët, erë me prish qabën, me elefanta, erë me prish qabën me ushtri, erë me prish shtëpien më të dashur të Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanu, shtëpien e vizitimit të muslimanëve deri ditën e Kiametit, shtëpien e cila është e vizatuar, qëll në zemrën e njeriut, qabën e gjanit vizatu me ati mrena. S'ka zemër shka se ka qabën mrena vizatuar. Me mish, me damar, me gjak, ashtë qabja në zemër të muslimanëve. Atë shpi dashti me prish mrejt i Jemenit. Me elefant. A elefanti i madh e kishte emnin Pershing. Nuk e kish kështu emnin, a i leopard nuk e kishte emnin, a kishte emnin Buhbudh. Shqosh fare emni. Buhbudh. E ka pas këtë emën për Katurini, për ka huna e vështira ati. E ka pas këtë emën për ka katastrofa e fizionomisë edhe sulmi që e kish kriju Zoti edhe e përdorshin për shregullime. Buhbudh. Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanu thanë, për ka sunneti i madhrijës që kemi, të modhin është zakoni jonë me sulmu me dvogël. A ka një hoxh i cili hip në këtë kursi gjamije, apo me një kursi gjamije qetër dhe thot se Allahu të mëdhajt me matë mëdhaj i ka sulmu në këtë tokë. S'ka shansë, s'ka mundësi me diskutu kështu. Allahu Gjelle Gjelalu të mëdhajt me këtë bot i ka sulmu me matë vegjel. Argumentet. A litarët e Firaunit Musës të mbushur me zhiu kanë qenë më të mëdha dhe më të ashpër, a një shkop i dorës Musës për të cilin a i tha wama tilka rupyt wama tilka bijeminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alejha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Fa kja shkop çka kene të djastën tonë ja Musa, fa kja shkopi jam ahushu biha ala ghanami, fa me këta i shkuni dushk dhenve mija. Atawakkau alejha, mbështetëm në ta, operacion, mbështetëm në ta, i shkuni dushk dhenve, wali e fiha me aribu ukhra, edhe në ta i kam disa operacione qera. Ti pas kam mirë pa kana me pas një shkop, s'kan shë shumë keq si ta kishe një shkop, po a i podash ka me pas shumë operacione. Po a i, ani se a i vogël, kush u bo tërbija, a i modhi me të voglin, a i vogli me të modhin. I modhi ashtë në nëshmun këtë bot me të voglin. Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanu në luftën e Bedrit, ati e ba gjehlit madh, në gjoksin e ti, a qoj me hip me dikamët, me i kalzunja di fjallët historike, të gjithë korave dherin fund, e bo gjehlit ja qoj një njëri me hip në gjiks. Aja Khalid ibn Walid e kishe emnin, a kishe emnin Ibn Mes'ud. E kishe emnin Ibn Mes'ud. Kanë thonë sahabët, Ibn Mes'udi na ullëm a i në kam, ishte maj vogël. Na ullëm gjithë a i në kam, ishte maj vogël se na. A i s'ka pas dorë. Ibn Mes'udi s'ka pas dorë. I ka pas durë të asi i cullë që i kini pa do durë të vogële që i ka një kalun në për ripit nalës. Kështu i majke në lanët e pagamerit në brillë gjithë ditën. Lui ke me to kështu me në lanët e ati. Aje ka pas komën sa një fmi 4 vjeqarë gjematin dërshëm me që ato kam të vogla i hipi në krahënorin e Eba Gjehli ditën e Bedrit. A i tha kalzoj Muhammedin se po desan mik. Tha mu që kam ke këtu. Tha une jam aj me mu ki pun, fol me mu. Nemrudin, anë mikun e Ibrahim a.s. Allahu Gjelle Gjelaluhu a me një matë manë se aje ka të botë rëbija apo me diçka, jo. Ati ja qoj Allahu Gjelle Gjelaluhu një miskoj i ka hi ati në hun edhe i ka banu disa kohë gjatë mes di vetlave edhe doktori ati mas diagnostifikimit ati i tha diagnoza në realitet terapia e këti është 20 herë në dite me i ramen Allah në balë. Këtë diagnoze ka kindash me i pushu dhimta 20 herë me në Allah në me i ranë balë prej një miskojës. Allahu këtë të moqë me o gjotreja kalzona. Unë e diju që ka i një të pritash. Qti, këtë vetrat të i kimi një. Aj 100 kilogrami, aj artisti madh, aj artisti i shquar i Hollywoodit, aj artisti i shquar i Medinetul I'lan në Kairo, aj artisti i njërë, ajo këngëtarja i njërë, aj aktori i njërë, me qka po bëhet tërbije në shtratin e vetë, a me një aktor si aja matë madha me diçka qëtër, me një virus e ka emnin AIDS, me një virus i sidës i padukshëm. I padukshëm po edukohet. Kush pra, me matë vogël,
Allahu Jalla Jalalu ka thonë në Kurani Kerim, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ushtarët e mi nuk i din kush as sa janë, as çfarë janë. Ushtrinë teme nuk e din kushi as çfarë është, as lani. Ati që na i thojmë luan në gjuhën tonë. Një poet kur dashti me i tragu njerëzije se mos i nënshmonit voglit, se i ngrenë Allahu Jalla Jalaluhu lartë, mos ndani zullum, se i ngrenë Allahu të bëmë zullum e i nënshmon ato që i bojnë zullum. Ai me një vargë shumë të vogël i kallëzoj njerëzijes për terin fund të vegjlit që i mendoni ju të vegjil mësë nënshmoni. Fala tahqiranna saghiran fi mukhasamatin fa inna dhubabata tudmi muqlat al-asadi. Fa se mëse nënshmoni të voglin kur të keni dëni konflikt me ta. Mëse nënshmoni se miskoja leonin se len me flet. Ai sa doje me flet ajo e kaqën si. Kejt kafshët e egra ati i tutin vetë vesh miskojës. Ajo si të more turre drejt në sit ati fare gajle se ka hiq. Edhe e shqetson ata në gjumin më të bukur. E shqetson ata në ditat e pushimit më të këndshmet ati. Edhe aja është në nësundimin e muskojën. Në nësundimin e miskojës. Pra, sundona i ngaba, sundona i në shpel, kështu i kanë thonë, mreti i shpelës, sundona i në shpel, i madhë bol, i të merë shumë bol, sundon miskoja mbi ta. E del ajo në lis, e këthen si prap, del ndeg prap, këthen si prap, a i talët me kejt kafshët, miskoja talët me ta. Ajo zonja ajrit talët me ta. Mirë po ka dhe për ata në mik, edhe për ata ka në mik. Edhe ajo shkreta kur tike prej sinet loanit e lavdruar se unë e shbona e trishtova mretin e shpellës drejten pejt e barimongës nga të rodë këton. Pra kjo bota është pej, kjo bota është nga tres, kjo bota është thurje edhe qthurje, kjo bota është pengesa edhe çlirim nga pengesat, kjo bota është zullum edhe ngritje edhe zbritje, kjo bota shka shkron di fjalë qera. Kjo bota është gjemati jam i ndershëm plus minus. Kjo botë futët në di fjalë plus minus. Allahu Jalla Jalalu kështu tha në Kurani Kerim, khafidatun rafi'a, një grup ditën e gjikimit janë plus e grupa tjetër minus. E kundërta e kësaj bote të ndodh. E kundërta e kësaj bote të ndodh. Do të vinë miq e do të vinë anë miq. Kemi nderin na. Kemi rob të Allahu Jalla Jalaluhu. Kemi nderin që jemi rob të Allahu të dhe ati të frigojemi. Kemi nderin që jemi në umetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam edhe atë, pse vetëm ati i frigojemi edhe askuj që tërkuj. Yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba. Në ajetin e fundit në surat Naba, Allahu Jalla Jalaluhu thot në ditë o njerëz, o musliman, mos u mërzitni fare. Do të kalojnë dita që ju do të vuni prej ative. Mirë, po do të vjen një ditë tjetër. Do të vjen një ditë tjetër të cilit do t'i thotë Allahu Jalla Jalaluhu tije i fundit që do t'i jenë xhennet. Do t'i thotë Allahu Jalla Jalaluhu o Zot, kanë hi qertë para muhe. Kështu do t'i thojë Allahu Jalla Jalaluhu. Kanë hi qertë para muhe. Edhe drejt për drejti do të shprehet, i kanë zonë vend to Allah janë thotë. Qad akhadha an-nasu amakinahum. Njerëzit i murën vendën në xhennet. Allahu do t'i thotë që ti njeri hec, se sa kanë zonë ato vend, aq ka met për tije. Sa vende i kanë zonë njerëzia në xhennet lit, aq për tije ka met. 10 herë do t'i thotë kështu, hec or 10 herë njëna mbas tjetrën, hec o robi jam. Se sa kanë zonë njerëzia vend, aq ka met për tije. Mirë po, i nderuar i xhamat. Për ta arrit këta duhet me përgatit diçka. Erdhi një njeri i tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, me ahiun në xhennet? Tha adkhulu al-janna? Tha ahiun në xhennet? Tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madha a'adta laha? Ja bën një pyetje, tha çka i ke përgatit? Me hi, po pas kanë ndo punë. Po dash ka me përgatit diçka. Për me bën një darsëm në këtë dunjë, a duhet me përgatit diçka? A shumë normal që të përgatitesh? Po. Për me bën një darsëm, janë do punë dush me i bo për para. Për me bën një loj, a dush me qeni përgatitur xhamati jam i ndershëm? Për shembull, një loj futbolli, një loj karate, një loj judo, një loj boks, një bëz,
A duhesh me qeni pregaditur? Duhesh me qeni pregaditur. Po bile po të pis halama thjesht. A ban me u mashtru ti i pa pregaditur me u fut me një loj prej lojnave që i luj njerëzit? A ban me u mashtru me u bo dasti për shembull me thonë kusha ki këtu çapolunati me ato dorë ndor? E thojnë ato ki e ka emrin Abdulaziz, e ka pas emrin Mike Tyson. E mu boti zotni me thonë, shka ban ki këtu? Ka dal amlon mu me hi ati. Ka dal kja kalzoj qefin unë e këti. Edhe bo është ti qash das, bo është qash zotni se ta mërmenja, e del ati. Del ati të në pe ati qish del? Pra, ati me dal ka na kolaja po. Cëla ka na zor pra? Ka na zor prej ati me dal. Në këtë bot pra i ndershmi gjemati jem, qërtë qesin këtë bot. A da është kolaj me dal në këtë bot, se qërtë e krim procesin. Pi kësa i bote me dal është interesant. Pi konopove të kësa i bote me zbrit po është interesant. Ja zbrit me kam të tua kampion botnor, ja zbrit bagza me barkintane me hun për toke, zbresin qerën. Pra janë këtë bot ashtë provim, e ditën e provimit ja rritesh, ja koritesh. Njoja për dudijave. Ditën e provimit indel imtihani, ju kremul mar'u, au ju hani. Ditën e provimit ja rritesh, ja koritesh. Kana në regull pra me i bot disa pun, disa pregaditje për me dalë prej kësa i bote edhe me hina gjennet, të cilin Allahu Gjelle Zelalu ja ka pregadit muttakinve. Ka thonë, o iddet lil muttakin. Ja kam pregadit ative që mtutën. Alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun karim wa ajrun kabir. Ata që mtutën pampa ja kam pregadit gjennetin për ata edhe shpëtim nesër. Yawma yanzuru al mar'u ma qaddamat yadahu. A ditë që njeriu do të vjen edhe do ta shef vetë se çka ka punu me dorë. A ditë njeriu do ta shef vetë se çka ka bërë me durët e veta, çka i ka afruar Allahu Xhelle Xhelalu. Ditën e çezit çikat e shohin çka ka përgatit nusja, edhe ajo ditën e çezit e shef vetën se sa pas ka qenë në mesin e çikave qera atë, edhe sa pas ka qenë e përgatitur për me qenë e lavdruar ditën e çezit, e dita e kiametit është ditë e çezit burrave, edhe ditë e çezit gjithë njerëzis. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Fa Allahu Jalla Jalaluhu hadit do ta shihni çka ju kanë përgatitur durët e juve, edhe i keqi do të jetë shumë i dëshirues që nga të këshijet e ati të largohet. Gjoqi s'ka mundësi. Gjoqi s'ka me ju afru shansa me ju largu prej ative, do të futët i keqin e vendin e vetë, edhe do të jipët mirit e mira e ati që e ka pregatit nesër, e ata që s'kanë musliman ditën e kiametit do të thojnë ja lejteni kuntu turaba, o zot kisha qenë në dunjove, o zot kisha qenë në dunjo tok, e mos kisha rrit koma jeme në këtë vend të përgjigjës ka shtashpër, pas me meritu pra, pas ka qenë i merituar mësimi që na jipshin ulemat tonë me ju frigu Allahu Gjelle Gjelaluhu, edhe me ju frigu asaj frige ati Allahu që qenë ka gjdo gjohë që e përfshin friga, qenë ka qenë prezente dhe qenë ka pas ka qenë në rrugën tonë, edhe na pas mi qenë në rrugën e asaj, ja u balafaqum, ja u takum tash me ate që na u trasun dunjon eve dhe e pamë sëtë mësi, mirë për rrugdalje s'ka. Kalla la wazara ila rabbika yawma idhin il mustaqar. Fa Allahu Jalla Jalaluhu kalla la wazar ila rabbika yawma idhin il mustaqar. Në suratul Qiyama s'ka rrugdalje. Yaqulu l'insanu yawma idhin ayna al mafar. Do të thojë njëri prej neve, a ka prej këtij vendi rrugdalje? A ka tunel ikës që na çon çetrin vend? Kalla la wazara. Allahu Jalla Jalaluhu do thotë s'ka mundësi me lujt nga vendi 50.000 vite me radhë. Ila rabbika yawma idhin il mustaqar. Ati ku të kemi thonë me lajkeve me t'i ndalë këmbët e tua, ati është vend qëndrimi jot deri në fundin e llogarisë. O Allahi jon, ne po të lutemi o fuqi plot, që në këtë botë nëse ke vendos o Zoti jon, që na në këtë botë tanim vetëm poshtë, me besimin që kemi në tije, me ibadetet që po i bojmë edhe ato po i bojmë të zbata ka njëherë po lishojmë për e shumë. O Allahi jon, në ditë bana të nartë. Ata që në këtë botë e kanë vrejt kokën edhe kanë vendos me jetu në jetën gjandarmerie, kanë vendos mbi popoj qerë me sistem gjandarmerik. Ata karabinerat e popojve që po i sëndojnë karabinerikisht këtë popoj, o Zoti jon, bani që atë ditë të jenë të nënshmuar për shkak se nënshmimin ato e meritojnë.
O Allah, jo namazin e gjumos kabul bane. Po të lutemi me dëshirë të madhe, po të lutemi me sinceritet të madhe, që gjithë muslimanët ka janë botë ja u vajnë të mundur, që ata t'i kthean besimit të drejt. Gjithë muslimanëve ka janë të mundur, që ja u vajnë mundur të fillojnë me mendu drejt. Gjithë muslimanëve që ja u vajnë të mundur, që ja nisin edhe të fillojnë prej sotit, mos pashin fillu deri sot, ta njohën vlau, ta njohën të vetin edhe të veprojnë për atë. Shkojnë te vorrat ballë qel, të jetojnë në vorr në jetën e vorrit, në kënaqësitë e vorrit, të dalin para tij ftyrën e bardhë, ti të jenë prej ummetit Muhammed Mustafa, se në barakin e tij do të hinë xhennetin e gjerë nesër. O Allah, jo namazin e xumos ne ar po të lutemi kabul banaj. Salavatet tona, çoja të dërguarin mësuesit tonë të njerëzis. Ditë vorri i tij shajt në këtë ditë xhumoje sot. Sa i përket punëve, edhe aksionit të marrën në fshat ditët e kaluara, ditën e shtunë, edhe ditën e diell, o xhamatin nderuar. Para të punë shajt që ju pagun. Atë guri kush e heki prej rrugë atë ditë edhe kush ashtë duke u mundu me hek. Allahu Gjelle Gjelaluhu ja hek të gurt e pengesave të ultimit ati prej kësaj bote dherë të vorri. Ja hek të Allahu Gjelle Gjelaluhu gjdo penges prej vorrit deri të gjenneti ka me hecë robi a i që atë ditë edhe ato dita dhe sot e nesër prej udhës largoj diçka edhe ja boni muslimanëve të mundin me jetu me një ambient të pastër. Inderuar i gjemot, tha Rasulullah a.s. me një hadis, Raejtu rajulen fil gjenneti e të kallebu kejfe jesha, tha kam pa një burë në gjennet, natën e mirajit, po shetit ke në gjennet veç vetë me një hapsir të pakufi, si pas dëshirës ati, i thanë shokët, ja Rasulullah, qka kish pas punuajnë këtë botë? Tha, e kam pyt, kështu tha Rasulullah a.s. Tha, mu ka dhonë mundësia me pyt, Gjibrilin qka ka bon ki burë? Tha, innehu qata shajaratan min ala dhahrit tariki kanat tu'dhil muslimin. Tha ki e ka largu një dek një pëmës mbi rrug e varun mos t'i varroje musliman t'u kalu. Këtë punë e ka boki. Pra mos ju lutem mos ta konsideronit vogël. Atë punë që keni bo ju, atë me atë punë e keni garantu gjennetin, jo unë që e japat gjennet, po gjennetin e Allahut të cilin na ka kallëzu Rasulullah s.a.s. se tha e kishte hek një krane prej mbi rrugës, tha që i ban të zullum muslimanve në kalim. Ju keni bo një pun e cila pun fundin gjennet e ka. Rasulullah i tha me një hadis, el imanu bid'un wa sab'una shu'ba, imani është 70 disa deg, awwaluha la ilaha illa Allah, fillimi ati është la ilaha illa Allah, mbarimi i besimit tonë është imatatul edha anit tarik, me hek një bërlok prej rrugë. Dega mbi 70 e fundit me hek diçka që ka është e damshme prej rrugë. Pra, na atë dit, edhe ju o burra këto dita që ju angazhut, ju banët një punë e cila shumë ngusht me besimin ashe lidhun. Po, këta qka duhet t'i bojnë? Kësaj punë ta shka duhet t'i bojnë? Këta duhet t'a rujmë gjematin dërshëm. Këta duhet t'a vazhdojmë mo. Këta mbijent mo nuk gudzojmë t'a përlongim prap. Ndigjum nuk e pash me si asë ndigjohë me vesh, se kanë thonë fshati jonë që në ka shpal ma i pasur i fshat, ma i pasër t'i fshat. Kjo puna ashe mirë, kjo fjala ashe mirë, edhe nëse kjo fjala shumë e ndarshme, meritojnë respekt ato që e palë mësi edhe thanë se ki fshat që në ka ma i pasër. Na asë meritojnë me qenë ma pasër ta. Na meritojnë me i qenë edhe ma i pasër se fshati që ashtë rrëz Zhenevës për të cilën e vizitum se në Zvicër i këshin shpalë fshati ma i pasër. Na meritojnë na jemi musliman. Faleminderit si hoxh, faleminderit si edukatori kësaj xhamie. Ju faleminderit edhe i lumë dora e shëndosh e besimit që e banë të punë. Ai që edhe një harë po thëmë, ai që heki një lëm prej asaj prej rrugës a dit, edhe ai që dëda hek në almëri, është zotria i rëkbit ton, është emiri i karavonit ton, ai do tjetë me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam gjennet nesër. Po ai mund të hub gjennetin, ai mund të hum këtë sevap, nëse ai vazhdon prap. Nëse ai kthehet prap ati ku ka qenë. Të nderuar, edhe një harë për përstri se po thamë, vendi për hudhjen e borloqeve të pakontrolluara është caktu në vendin i quajtur në malin ton Lakipar. Në realitet mas Lakipar, ati për rrugë për Alashevs ku shkojmë na për Belanovc, Lakipar ku ushtarët e huje kanë thi, i pari lak, jo i diti lak i kundërt ku niset moli gjelbrimi, ku niset bori në onën e majt. Po ju porosis, qka keni borloqe me longje, po ju porosis, qka keni borloqe me longje,
jo në atë vend, më nalt pak. Ku nuk bjen pru, për ju porosia jeme e hoxhësa, me zyrtarisht për ju porosis, jo dëshirë, zyrtarisht. Për ju porosis, bërleqe që rjedhin, loj cisterne, loj bure, më nalt kusrel kërkun ju lutem. Ato qerat, që ati kërë kemi caktu, inshallah Allahu Gjelle Gjelaluhu neve dhe juve zbashku në ndihmon, që këtë fshat të shëndrojmë në fshat të gjelbërt, këtë ambient të shëndrojmë në ambient islam, këtë fshat të shëndrojmë në një qytetës të bukur, i cili gjithmonë dhe ta këtë vendin e parë në këtë botë, edhe vendin e parë me popull qerë ditën e kiametit musliman inshallah. Me kaq inshallah i kthehemi në punëve tona në xhumaat e ardhshme. Ju pagoft Zoti dhe namazin kabul inshallah. Lillahi al-Fatiha.